30 vjet më parë, bota mbajti frymën dhe hodhi për herë të parë syt me shqetësim nga Tirana. Vendi i vogël ballkanik që doli i fundit nga komunizmi, por me më shumë entuziazëm se tjerët, bevas po pësonte një infarkt të fortë demokratik. Pas arrestimit kreut opozitës dhe minoritetit grek, pas shqetësimeve për ndryshimet kushtetuese të rrëzuara në nëntor 94-s, perëndimi tani po përballet me zhgënjimin më të madh nga ajo që ishte dukur fillimisht si mrekullia e vogël e Ballkanit. Në vitin 95, Shqipëria antarësoi në Këshillin e Evropës dhe u folë që po atë vit do të merren në konsiderat kandidimi i saj për Bashkimin Evropian. Por ëndra e Europës mori një goditje të rëndë. Brenda pak muajsh para zgjedhjeve, nisma ligjore përjashtuan shumë eksponentë të opozitës nga mundësia e kandidimit. Socialistëve dhe aleatëve të tyre u premtonte, ndërsa dita e zgjedhjeve u kthye në ditën e vjedhjeve. Çka detyroi komisionerët opozitarë të praktisin procesin rreth orës 18. Procesi i cili ndërkohë po prodhonte çuditëra. Për shembull në Ersekën e Majt, Uran Butka, i cili nuk kishte 17% të votave, pas orës 18 regjistroi 87% të tyre. Dhe ky nuk ishte shembull i vetëm. Berisha tentoi të kontrollonte nivelet e vjedhjes votave, por edhe ati në një moment i doli situata nga kontrolli. Dëmi ishte bërë. 2 ditë më vonë, në rreshtet e shiut dhe nën indiferencën e qytetarëve, të cilët merrnin interesat e larta nga firmat piramidale, një tjetër mrekulli fatse, kjo e Sali Berishës, politikanët e opozitës tentuan të bënin një marshim proteste. U ndeshën me dhunë fizike ekstreme. Disa politikanë arritën të shpëtonin vetëm duke u fshehur pas kurrizit të gazetarëve tuaj, po dhe ata u ranë keq nga njerëzit e shikut. Blendi Gonxha, Ndrej Legisi, Erion Braçe, Skënderaj Gjinushi, Gaqo Apostoli, Namik Dokle, u tërhoqën zvarr në sheshin Skënderbej dhe dhuna nuk kurseu as portretin fisnik të tashmë të ndjerit Servet Plumbi. Arben Imami u rrëmbye në furgon, u dërgua në kodrat e Lishenit, i thyen Nofullën, Qelzën dhe Kafkën dhe e hodhën duke e lënë për të vdekur. Si sot kujtoi Dashpezën atë 28 maj, i cili erdhi te klubi Fidelit dhe me ulërima njoftoi se Arben Imami nuk jetonte më. Për fat, kjo nuk doli e vërtet. Por ama atë ditë ra gënjeshtra e madhe që i kishte ngritur Sali Berisha. Vendi qeverisej nga një klan i ngushtë njerëzish të egër me në krye Bashkim Gazetën dhe jo nga një qeveri normale. Kryeministri Meksi dhe ministri i tij i brendshëm u pan të ecën në bulevard atë ditë, si për të dhënë mesazhin se nuk ishin ata autorët e dhunës. Shqipëria demokratike kishte rënë, por vetëm pak muaj më pas, në janar 97-s, pam se në fakt ra i gjithë shteti. Sot pas 30 vjetësh, jam gjithnjë më i bindur se shkatrimi i Shqipërisë normale ka vetëm firmën e Sali Berishës. Sot Shqipëria ka ndryshuar, por jo Sali Berisha. Tashmë doktori i tmerrshëm blu ka nisur të shkatrojë të vetmen gjë që ka realisht në dorë, Partinë Demokratike. Dhe ai di vetëm një mënyrë, dhunën. E sulmoi me dhunë Selin e saj në janar 2022, e përdhunoi ato elektoralisht në mars 2022 dhe maj 2023 në zgjedhjet lokale. Dhe vetëm një javë më parë e zhveshi, e sakatoi dhe e ktheu në një stall lopësh dhe gomerësh, duke vënë mbi kokën e vet kurorën prej kungullit të një monarku falc të plakur dhe të lodhur. Dikush mund thotë, kjo është karma, kjo është partia e vet. Por nuk është tamam kështu. As Partia Demokratike nuk e meriton atë që po i bën Sali Berisha. Megjithëse duket ashiqare se shoqëria ka bërë divorc thelbësor me këtë forcë politike, por vdekja e partisë së parë, jo komuniste në vend, është gjithashtu dhe deformimi i fundit dhe i rrezikshëm i demokracisë në vend, e cila e mbetur pa alternativë, po nga Sali Berisha, ashtu si 30 vjet më parë, rrezikon po ashtu të kalojë sërish në një tjetër infarkt, po aq të rrezikshëm, fal këtij doktori kardiolog, të cilit për fat keq kur ishte mjek, i besuan zemrën shumë vet. Për këtë do flasim sonte. Sikla.